do të jemi të fokusuar tek fushata, e cila si thash dhe pak më parë, na çon në qarkun e Lezhës, me disa problematika sikurse edhe i kemi parë dhe janë bërë publike, madje mos them përplasjet kryesore deri tani nga Lezhë kanë ardhur, kanë zënë pjesën e Luanit. Për këto dhe për fushatën, mënyra se si po organizohen subjektet politike atje problematikat, unë do të bashkëbisedoj me kandidatin në koalicion Euroatlantik, Eduard Ndosa. Mirë se erdhe, zot Ndosa. Mirë se gjetëm. Jemi në ditë e fundit fushatës. Ju keni bërë një fushat intensive, do të thoja. Keni bërë edhe denoncime, por nga se është karakterizuar? Nëse unë ju pyes sot, si është në vizionin tuaj, në imazhin tuaj, qasja e elektoratit në atë qark? Unë herë desha ta filloj sepse ne sonte në Pallatin Aslan Rusi kemi mbylljen e fushatës kombëtare. Se keni mbyllur akoma në Lezhë? Jo, do mbyllim në gjithë Shqipërinë në Pallatin Aslan Rusi. Dhe duhet i ftoj gjithë qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë të jenë pjesë për të parë stafin tonë. Pra nuk bëni në qarqe të caktuar, keni zgjedhur një strategji, pra e kuptova. E kemi bërë dhe në qarkun e Lezhës një takim të jashtëzakonshëm në Mirdit, patjetër jemi bërë shumë takime në gjithë qark. Pse pyetje se shumë e vështirë që ne t'i lexojmë, janë takime përmbyllëse, janë takime me grupe të vogla, janë takime elektorale që disa nga ju zgjedhin që tregojnë edhe forcën e numrave, kështu që gjithmonë ka vënë për ta shpjeguar këtë. Sa i përket fushatës që po bëjmë Lezhë, është një fushat model si kandidat të koalicion Euroatlantik, sepse po shpalosim programin dhe po shpalosim çanta me lekë si një gjëjmë grupet e tjera të interesit për të marrë pushtetin gjithmonë siç e kanë marrë këto 33 vite duke e blerë qytetarë, jo duke i dhënë një alternativë. Dhe ajo që bën pak të trishtueshme këtë garë, si të gjitha të tjerë, po mendova se do ndryshoje pak, edhe pse Spaku është në kam dhe Spaku po bën detyrën e saj, sepse ne sapo kemi denoncuar një dyshe të qarkut Lezhë për këtë arsye, dhe bën të trishtueshme se qytetarët kanë frikë të takojnë, duke thënë se unë do të votoj, por të lutem me maj sekret se më lanë pa puna, më heqin bukën e fëmijëve, apo më shemin shtëpinë, apo më japin lejën e shtëpisë, janë shumë motive të ndryshme që përdorin qytetarët për të ruajtur nga pushteti aktual, dhe e bën të trishtueshme sepse këto janë në terren masor shtetë darkës në mënyrë makabre duke shpërndar para, shpresojmë që t'i kapim çanta parash dhe Spaku të jetë pjesë e kësaj fushate për të eliminuar këtë pjesë, sepse është kthyer në një biznes 30 ditor për të marrë pushtetin 4 vite. Dhe kjo e bën fushatën pak jo të këndshme dhe jo demokratike. Je i zhgënjur? Jo se jam i zhgënjur. Apo kishe pritshmëri të tjera për mënyrën se do të funksionojnë strukturat? Kisha pritshmëri të tjera, po jo i zhgënjur sepse këte kanë bërë në 33 vite. Është diçka që është strategji e këtyre njerëzve për të marrë pushtetin në një mënyrë apo në një tjetër, kërcënim apo blerje. Kush nuk blehet, kërcënohet. Dhe kjo është pjesa e strategjisë, se këto kanë përdorur në 33 vite. Shpresoj që qytetarët mos të bjenë edhe ato viktimë, me 11 është votash sekrete dhe... Ju keni denoncuar 2 ditë më parë blerje votash. Flisni për nënkryetarin e Bashkisë së Lezhës dhe drejtorin e OSHE-s atje se ka patur tentativa për blerë vota në këtë qark. Çfarë ka ndodhur? Ishte rreth orës 23 natës që një nënkryetar bashkie dhe drejtori i OSHE-s të jetë në zonë ku nuk kanë drejtë të jenë. Shërbimi qytetarit nuk është deri 23 natës nga këto individ, sepse ti po të shkosh në bashki tani të Lezhës, gjatë orës zyrtare ti gjen të gjithë janë me leje ose janë punë fare, sepse janë shpërndarë në fushat. Dhe kjo është e palishme teknikisht, sepse ato janë në shërbim qytetar për detyrën që është ngarkuar dhe jo të bëjnë fushat për individ të ndryshëm. Dhe patjetër ne s'kemi as i provë se këto po bleshin vota, sepse po t'i kishim do ishin në arrest, patjetër. Por që këtë kanë bën sistematikisht ndër vite, kjo është pa diskutuar, sepse janë individ që kanë bën sistematikisht në këto vite. Shpresoj që Spaku të bëjnë hetim edhe më të gjata, sepse ne kemi denoncuar në Spak të 2 këto individ që janë problematik për qarkun e Lezhës në vitet tëra dhe të marrin atë që meritojnë. 7/7-313 është bërë batuta e kësaj fushate tani. Do të jenë pjesë 313 dhe këta. A ka sot që flasim grupe kriminale që diktojnë botën, përveç se ju bëni denoncime si rasti që unë përmenda?
Lezha në ka sjell edhe momentet e tjera të kandidatëve. Para se të dalim të grupet kriminale, zëndosaj, ju denonconi vetëm pushtetin, se këta njëzë pushtet, nëse ti thua në kryetari i bashkisë dhe drejtori OSHE-s, apo edhe kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike atë koalicionit, keni konstatuar dhe palën tjetër, apo por ju kërcënim është vetëm Partia Socialiste dhe drejtorët e saj? Absolutisht, edhe forca tjetër politike njëjtën strategji ka. Ndoshta me çmime pak më të lira, sepse nga që kanë 8 vite pa pushtet, i kanë çmime ndoshta më të lira. Por që po bën një strategji qoftë në Mirdit, qoftë në Kurbin, qoftë në Lezhë, është e padiskutueshme sepse njerëzit na thonë, por nuk i kemi si provë. Ti themi që këta po e blinë me të vërtetë. Por ne përdorim një fjalë turp popullore, ku ka zënë nuk është pa zhan. A dimë se sa ose si mund blet vota më tani kjo? Si sa shet, si një strategji të bukur që kam një gjuhë tani se si përdoret është. Po se jenë terren, ne këtu e kemi të vështirë për ta kuptuar. Se u shkojnë me pikë një kafe gjëja për shef në shtëpi dhe i lanë 500 euro në filxhan kafe si për shtëpinë e re jo për nai sebeb që mund t'i ketë ndodhur 5 muaj më para, dhe shkojnë i japin një peshqesh në këtë mënyrë, patjetër duke i kërkuar dhe votën, dhe sikur është ndërtuar si një sistem me të vërtetë. Dhe këtë po bëjnë ato, shkojnë derë në derë dhe pinë kafe dhe lanë sebebin, pinë një gotë raki. Kjo është ajo që kemi një gjuar të kohë të fundit, kjo është e re, në fakt. Qoka me 500 eurosh, e? Qoka me 500 e sipër, sepse si mas numër të votër që kanë. Dhe shpresojmë që të na vinë prova, sepse kemi nxjerrë edhe ne njerëz në terren që të na sjellin një provë dhe ne do i japim publike, kjo është e padiskutuar. Po mendoj se qytetarët mas 33 vitesh që e kanë shit votën sistematikisht, një pjesë e tyre patjetër, mos ta bëjnë këtë radhë. Ose më mirë, t'ju marrin paratë mos t'ju hapin votën, sepse të tyre janë, sepse ato kanë vjedh, ato qytetarë kanë vjedh, dhe ti marrin se të vetat janë. Pra, nuk është se i kanë një borxh për t'i dhënë votën për ato para që ju sjellin, sepse ju kanë vjedh atyre. I bën thirrje qytetarëve? Absolutisht ta bëjnë këtë. Dhe ne këtë i thua t'u marrin, po votën paratë, po votën mos t'ju japin, kjo do ishte pjesa fitore së tyre të paktën mas 33 vitesh. Sipas këtë një argument që paratë e tyre janë fundit. Absolutisht janë paratë e tyre, sepse nuk kanë ku t'i marrin gjithë ato paratë që një gjohen shifra marramendse në tregun e zi që paratë e vjedhura nga taksa paguesit, nga tendera, nga bizneset ndryshme. Kjo është mos e vërtet. Kanë dorë grupet kriminale në Lezhë? Absolutisht, ato janë gjithmonë një forcë e madhe e pushtetit. Prodhojnë vota, mendon? Kë mbështesin? Absolutisht pushtetit, sepse ato kanë nevojë për pushtetin aktual, dhe kjo është e padiskutuar, sepse janë pjesë e lojës tyre 12 vjeçare. Por mendoj se qytetarët tashmë janë mërzitur me këto grupe kriminalesh, sepse un grup kriminal i tham nga kryeministri deri tek roja e bashkisë Lezhë, teknikisht kjo është grupi më i rrezikshëm kriminal që ka pasur Shqipëria në këto 12 vite. Por që është pjesë e lojës me gjithë këto banda, kjo pa diskutim se pushtetin me banda e ka marrë në këto 12 vite, se ka marrë pushtetin me votë, në asnjë palë zgjedhje, po ta marrësh mas 2013-ës. Dhe shpresoj që është fundi i këtij regjimi, sepse është kthyer me të vërtetë një regjim. Dhe koalicioni Euroatlantik i jep gjitha mundësitë, kandidatët janë të gjithë njerëz të integruar në ndeshmëri dhe në sistem të ekonomisë shqiptare, sepse çdo emigrant që ne kemi mbi 70 kandidatë emigrant, dhe thelbi i ekonomisë shqiptare në këto 33 vite emigracioni ka qenë. Ne kemi marrë këtë ekonomi edhe pse e brisht falë emigrantëve, ne kemi sot një ekonomi të qëndrueshme, sepse kemi investuar 33 vite punë që kemi bërë në emigracion në vendin tonë. Dhe shpresoj që qytetarët ta vlerësojnë këtë mas 33 vitesh duke votuar koalicionin Euroatlantik dhe kandidatët tonë që janë emigrantë. Dhe gjithë ato emigrantë që janë në për vendet ndryshme të Bashkimit Evropian apo më gjerë, do ishte me të vërtetë dinjitoze të votojnë që të jetë zëri tyre deputeti që jeton në emigracion. A i dim ne, ose keni ju sondazhe se sa mandate koalicioni mund të fitoj si pasojë e kësaj fushate që ju keni bërë, po si pasojë edhe e klimës, si pasojë edhe lajmeve të tjera të cilat lidhen me programin, me klimën në përgjithësi që është krijuar.
Sa mandate do të... Gjitha këto sondazhe që kanë dalë publike, jam plotësisht i bindur, janë fake, sepse janë gjitha pyeta për sondazhet e brendshme tuaja. Produkte mediatik ku janë të kapur politikisht. Dhe koalicioni Euroatlantik do të jetë një surprizë më të vërtet e këndshme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Koalicioni Euroatlantik i bindur se ne do të jemi shtet formues është e padiskutuar. Dhe të japim numra tani e shoh të panevojshëm sepse sondazhet. Ne kemi durimin do presim se ne po luftojmë paktën për çarkun lesh, po luftojmë për mandatin e dytë sepse një mandat e kemi të garantuar. Dhe lufta jonë është për një mandat dytë në një qark kaq të vogël. Dhe jam plotësisht i bindur se çdo qark do sjellë kandidatin dhe kandidatët e tyre. Kjo është e padiskutuar. Jemi në rrugë të duhur, kemi besimin e plot që qytetarët na presin me të vërtetë. Takimet tona kanë qenë më paktën për qarkun e Lezhë, takimet tona kanë qenë më bombastike se çdo forcë politike tjetër, sepse Partia Demokratike, ato njerëz që mlodhi ishin 3 qarqe. Por ne kishim vetëm qytetar të ndershëm që mendojnë për një ndryshim. Partia Socialiste, në bazë një informacioni që kam Bashkia e Lezhës, ka mbi 1000 punëtor administrat dhe ka me detyrim që çdo punëtor administrat do silli 5 vet. Pra janë takime të sforcuara për t'i bërë, saqë kishin vënë dhe metal detektor për kontroll në hyrjen e qytetit në Lezhë, për takimin e Lezhës së Partisë Socialiste, ajo që kontrollon në aeroporte. Pra ndjejnë dhe një frikë, sepse ato dinë se çka kanë bërë këto 12 vite dhe kontrollojnë dhe qytetarët që hyjnë në takim. Jo, se kjo është kuadër masave të sigurisë. Nga kush ke frikë? Nga qytetarët tu? Mendoj se një udhëheqës i madh që thotë jam udhëheqës global, do të vijë aty të kaloje sheshi dhe t'i përqafojë qytetarët, jo t'i kontrolloje para se t'i takoje. Dhe kjo është ajo që e bën këtë pushtet të ndjehet i frikësuar nga qytetarët e tij. Është si autogol. Autogol, absolutisht, sepse ka frikë edhe mbështetësit e tij. Sepse ato janë këtë bashkia, po ta marrësh takimi ishte me 1 vet, apo 1100 veta janë punëtorët bashkisë të zotit Ndreu, që urdhërohen me një të vëshllir bilbilit. Dhe kjo është mas e sigurt. Pra kemi një forcë politike që ndjen frikën, një forcë politike që po lufton për mbjetesë të një individi që është zoti Berisha, që ne kemi parë që ka paguar 6 milion euro për të marrë vizë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të pastruar, për të marrë një vizë, ai do të shkojë në Amerikë si zban. Dhe kërkon... Ka një koment në rrjetin X, ku një gazetar thotë se pyet Departamentin e Shtetit për statusin e vizës së Berishës dhe thënë se ai mund të vinë në SBA. Mund të jetë pjesë e faturës, 6 milion euro, dhe kjo përgjigje. Mos e sigurt, sepse 6 milion euro nuk është një shifër normale për të marrë një vizë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse unë për vete kam marrë vizën, një herë kam pagu vetëm atë tarifën që paguhet me kartë krediti që ka ambasadas, kishë nevojë që të loboja të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse të jenë ndeshëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më shkojsh mas i qetë, sepse kemi marrëdhënie të ngushta dhe është aleati me ngushti i këtij vendi. Po, i faturat administratës më parshme në fakt, se çfarë realisht ka ndodhur, ndërkohë demokratët sot presin që dhe zyrtarisht i hiqet në ngrada. Po t'ishte vërtet ky lajm, Berisha do t'ishte të fluturu për Amerikë 24 orë të fundit. Ka zgjedhjet, më ku të shkojtë në? Jo, më se ka problemi, ka më shumë dëshirë më shku në Amerikë, se në vazhdoj e fushatën, se fushatën e ka të humur, por i intereson më shumë Amerika, heqen në ngradës, kjo i intereson më tepër. Unë mendoj se për një diçka tillë nuk është politike, një diçka tillë është historike për këtë vend, për zotin Berisha. Ka një histori që i ka dhënë më shumë trishtim se lumturi qytetarëve të Shqipërisë. Dhe non grata është një gur që ai do ta marrë pesh deri ditën e fundit të karrierës tij politike apo karrierës tij të ekzistencës. Dhe të heqësh non grata nuk e hek dash, por non grata hiqet nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe sekretari i shtetit. Pra, to janë s'po i quaj fake sepse jam një gazetar investigativ, apo unë i quaj pjesë e lobimit 6 milion euro. Këtë jam plotësisht i bindur, sepse nuk janë shifër e jashtëzakonshme 6 milion euro. E kuptoj. Kryeministri Rama po ndiqet penalisht për $250,000 që është i përfshirë me zotin McGonigal, pra kjo është mbi 12 herë më tepër si shifër.
Dhe kam përshtypjen se drejtësia duhet të pyesi se ku i morën 6 milion euro një forcë politike për të lobuar kaq. Me verifikimet. Tani, më lët të jem konkrete. Problem për ju mbetet numërimi i votave. Si pasojë mungesës së komisionerëve, gjë që nuk është në dorën tuaj, po është si pasojë e kohës. Tani ideja është që ju pyes si do t'i mbroni votat ju. E para herë ne po i mbrojmë votat që të shkojnë deri te kutia të paprekme. Dhe jemi në terren 24 orë. Paktën në Qarkun e Lezhës ndjehen të friksuar dy forcat politike ndaj koalicionit Euroatlantik, sepse ne po bëjmë një punë të jashtëzakonshme. Për votat e diasporës flasim, po? Ne po flasim për gjitha votat, edhe Qarku. S'ka filluar procesi ende. Por për të mbrojtur herë qytetar nga skifterat e blerjes votave, sepse janë si puna skifterit që bjen natën, teknikisht skifteri bjen ditën. Mbrojtja e votës së diasporës është diçka e paprovuar dhe kam përshtypjen se do ketë probleme, sepse këto janë, siç e ka thënë i madhi Pjetër Abnori, këto nuk janë socialistë, ata janë specialistë dhe kanë qenë gjithmonë specialistë të manipulimit dhe të vjedhjes votave. Dhe shpresoj që me të vërtet të ketë një vëzhgim, duke qenë se sot kemi dhe SPAK-un që është pjesë vëzhguese dhe në terren për mbrojtjen e votave të qytetarëve. Kemi edhe Departamentin e Shtetit që ka shuar një grup specialistësh në këtë zgjedhje, pra janë 4 grupe që mbrojnë sot votën e qytetarëve dhe qytetarët. Pra qytetarët s'kan pse të ndjehen friksuar se vota do t'u interesohet të rrallë, sepse do jemi ne dhe 4 grupe të tjera. Do të keni vëzhgues sa vëzhgues? Do të keni si e keni menduar? Është me një standard sipas qenave të votimit, numri vëzhguesve, dhe e kemi plotësuar gjitha dokumentacionin për pas vëzhguesit tanë, dhe kemi dhe vëzhguesit jashtë qenave të votimit, ku do të votohet atë ditë, patjetër do jemi në terren 24 orë. A keni ju informacione për një tendencë ndoshta që të blihen ose të ndërhyet te komisionerët? Ka një betejë nga subjektet? A është ky fenomen e Lezhë? E them këtë sepse ka disa denoncime që po bëhen ose në kuadër të analizës kanë sjellë si tezë. Unë kam qenë në 2013 në pjesë zgjedhje ku i kam parë me sytë mi këto komisionerë që korruptohen në mënyrë spektakolare. Jam plotësisht i bindur se ka një tendencë të tillë, jam plotësisht i bindur se doja dalin në disa pika të ndryshme ku janë njerëz të dobët për mbrojtjen e votës qytetarëve, ato komisionerë që janë aty janë për numëruar votën siç është realizuar në fakt, por manipulimin kanë qenë edhe tek komisionerët, manipulimin kanë qenë edhe tek procesverbalet e fundit që bëhet procesverbali i fundit, masi numërohen gjitha votat, prap aty janë për manipulime ndër vite, dhe shpresoj që, sikur thash, duke qenë se sot në atë kohë kishim vetëm një që monitoronte zgjedhjet që ishte komisioni apo ose BE Odiri, sot kemi SPAK-un, Departamentin e Shtetit dhe këto pra janë 4 palë sy, siç është edhe numri jonë 4, pra t'i bëjmë syt 4. Tani kemi 4 palë sy që ne do të kemi në favorin ton për të mbrojtjen e votës qytetare, plus ne që do i bëjmë syt 4, duke mbrojt numrin 4 të koalicionit Euroatlantik. Të pyes pak për votën e diasporës së shkruaj fjalë, dhe jemi në kushtet kur ka disa problematika që janë paraqitur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, rasti i Greqisë, besoj ju e dini, po ku përmendet dhe Italia. Nga çfarë po karakterizohet dhe sa optimist jeni ju nga vota e diasporës? Meqense se jeni një individ që ne kemi thënë se unë zbërat e prezantimin klasik, me idenë që tashmë dihet karriera juaj, kontributi, jeta mes emigracionit dhe Shqipërisë. Si e keni nisur fillimisht në Greqi, pastaj vendosja sipërmarrës në Itali, vlerësimet që keni marrë atje. Dhe ne kemi trajtuar në këtë studio, po dhe logjikata do të mendosh që ti po, duke qenë se ke punësuar një pjesë të mirë të shqiptarëve, një thes votash e sjell dhe nga vota e diasporës për ta maksimizuar pastaj në mandat. Unë mendoj se si forcë politike kemi bërë diçka të jashtëzakonshme në emigracion, duke lobuar programin tonë, duke bërë takime të ndryshme, siç ka qenë takimi Milano, siç ka qenë disa takime apo i Athinës. Ajo që the është vërtet sepse ne kemi problem shumë me këto vota diasporës. Dhe pjesa kryesore, për shembull, marrim tek familja ime. 3 fëmijë janë në shkollë dhe po japin provime, se është sezoni provime.
dhe në 3 vota që do vishin me post, kanë ardhur 2, pra vajzës madhe si ka ardhur voto me post. Si ishte kjo? 3 fëmijë vetëm. Po pra, edhe brenda familjes ka ndodhur kjo gjë apo? Brenda familjes, duke qenë se nuk është votë për Partinë Socialiste, kam përshtypjen se mund të jetë. Jo se s'u dëgjova, po dua që ta thuash prap këtë. 3 fëmijë vetëm që po bëjnë provimet, s'kan mundësi të jenë pjesë e fushatës, dhe janë atje dhe janë regjistruar online. Vajzat 2 dhe djalit i ka ardhur, vajzës madhe si ka ardhur. Vajza madhe tani vjen nesër, ka prej biletën që të vinjë të votojë. Vjen fizikisht të votojë. Po pse si ka vajt tani? Si është? Po janë me mira që s'u kanë vajt. Çfarë u thanë rastin konkret me që e ke brenda shtëpisë? Nuk na përgjigjet, do të verifikojmë, asnjë rast konkret. Do të verifikojmë, po kur? S'ka fat, po. Tani s'ka më as fat të verifikosh, dhe kjo ka ndodhur në 30% në familjes time s'ka mujt votoje në emigracion. Dhe këtë shifër merre për gjithë, sepse është një pjesë shumë e madhe se si ka shkuar. Paktën që njohun. Sa nuk njohun, nuk e di. Por që do ketë edhe problem transporti, do ketë problem numërimi, kjo jam i bindur, sepse po ndodhin, sepse zbin me ti marrë mas të shtëpia këto, se përpara ti merresh në telefon dhe ti vite tu merrte vota me firmë të shtëpia. Tani thonë, o na i bje, o mirupafshim. Pra nuk, edhe kjo pjesë. Do të ndodhi se një pjesë e qytetarëve do shkojnë të dorëzojnë fletën e votimit, se s'kanë kohë, ndoshta kanë punë të vetë dhe se shohin edhe kaq të dobishme, duke pasë se sistemi politik 33 vjet ka falementuar për ta, sepse janë rrugësh fal Zoti Rama, fal Zoti Berisha. Për një investim me taksat tona, kompania është serioze, DHL-ja. Ka 10 ditë që kompania nuk shkon më të tërheqë zarfat si ka bën fillim. Në Itali. Në Itali. Dhe këtë e kam informacion të garantuar, sepse një pjesë e tyre më kanë telefonuar sepse nuk ndodhe, i kanë dërguar, kanë shkuar t'i dorëzojnë. Pra, kjo është diçka që mund t'jetë e para përgatitur edhe në terren për të ndodhë, sepse ose munges bagazh. Ti e shikon si një strategji ndoshta? Absolutisht po. Është një pjesë e strategjisë edhe kjo. Pa llogarit pjesë e strategjisë. E sabotimit të procesit, absolutisht. Është sabotuar procesi edhe në dërgimin e zarfave, sepse, si që thash, në familjen time 3, kanë ardhur 2. Dhe vajza vjen nesër mëngjes me avion për të votuar për t'jatin, patjetër. Shpresojmë. Po mirë, se këtë zgjidhje ke brenda familjes është normale, po kjo do thotë që kushdo mund të presi biletën për të ardhur këtu për një votë. Jo, s'mund. Por shpresojmë se me të vërtet qytetarët paktën që janë këtu do të bëjnë të pamundurën që mos votojnë ma 2 forcat politike që ju kanë bërë që të hikin fëmijët e tyre jashtë territorit Shqipërisë. Unë po e mbyll. Ju do të takoheni me përfaqësuesit tuaj, me elektoratin sot në atë takimin? Ne do të takohemi në orën 16 në stadiumin Aslan Rusi në Tiranë dhe duhet i ftoj publikisht që të vinë, por duhet ftoj qytetarët e Qarkut Lezhës që të votojnë numrin 4 dhe Eduard Nocin me datën 11 dhe na vaftë mbarë dhe mos të kemi edhe incidente, kjo është më rëndësishme. U kërkoj trujnë qëtësinë qytetarët. Unë të uroj suksese, bësë të jemi sërish së bashku në studio, pas zgjedhjeve, se është më skama asë kohë dhe ju do t'jeni në terren, do t'jeni në fushat, kemi edhe heshtjen zgjedhore para për të pushuar pëste, dhe do të analizojmë gjitha zhvillimet me rezultat pozitiv, apo dhe në të kundërt, me probleme, apo edhe me suksese edhe me fitore. Kështu që jemi pritur. Faleminderit. Ju falenderoj.